Turqis i ka dalë punë me shfaqjen e Kosovës edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Për autoritetet turke, të gjashtët kundër Turqis, e cila është parapar të shfaqet në Sarajev në fillim të javës së ardhshme, është e papranueshme. Deri tash këtë produksion teatror në Kosovë, Turqia e ka kundërshtuar nën hije. Ambasada e Turqisë në Bosnjë-Hercegovinë i është adresuar me notë diplomatike Ministrisë së Punëve të Jashtme të këtij shteti. Në dokumentin që mban datën 10 prill të cilësuar si tepër urgjent, shpreh kundërshtimin e ashpër për këtë shfaqje, duke konstatuar se ajo, siç shkruan ambasada e Turqisë, paraqet propagandë në favor të FETÖ-s, organizatës terroriste kundër Turqisë dhe presidentit të saj. Aty shkruhet se fotografitë në faqen zyrtare të Teatrit Kombëtar të Sarajevës, ku prezantohet shfaqja me tekst të Jeton Ezirajt e nën regji të Blerta Ezirajt, shfaqen portretet e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe udhëheqësit të FETÖ-s, Fethullah Gülen. Këtë ambasada e sheh si shenjë të qartë të lidhjes së shfaqjes me këtë organizatë. Ambasada dëshiron të theksojë se në dritën e marrëdhënieve të mira midis dy vendeve, kjo propagandë është e papranueshme. Të gjashtët kundër Turqisë ka quar pluhur qysh në premier në Prishtinë në tetorin e vitit të kaluar. Autoritetet turke kanë bërë presion, por nuk ja kanë dalë ta ndalojnë, por kanë arritur ta bëjnë këtë 2 herë në Prizren, herën e fundit muajin e kaluar. Për rastin e Sarajevës, Qendra Multimedia e Kosovës dhe Gerçek Tiyatrosu e Turqisë në komunikat për media kanë shkruar se janë të befasuar nga njoftimi për notën zyrtare diplomatike. Ky reagim vetëm sa i jep edhe më shumë kuptim shfaqjes son, duke e bërë relevante edhe jetën e saj përtej skenës. Reagime si këto dëshmojnë se kemi prekur një nerv të rëndësishëm politik e shoqëror. Dramaturgu Jeton Eziraj në një deklarat për kohën ka thënë se rasti i fundit është mendësi diktati. Nëse deri më tani teatri e ka imituar realitetin, tani në kohët në cilat po jetojmë, është bërë pothuajse zakonshme që realiteti ta imitoj teatrin. Kjo mendësi diktati që përpiqet të instalohet përmes kancelarive diplomatike është padyshime papranueshme. Të gjashtët kundër Turqisë është një parabol politike. Shtron pyetje relevante në lidhje me shtrirjen e regjimeve shtypëse përtej kufive. Sërish në këmbë, edhe më të fortë, edhe më të madhe.